Trajtimi i qenë me Ndacak në Shkodër duket se ka njohur përmirësim në periudhën e fundit. Një investim i rëndësishëm për largimin e tyre nga rruga pritet të nisë shpejti. Bëhet fjalë për ngritjen e një tjetër strehëse për qend të rrugës. Pjesë e këtij projekti është edhe ndërtimi i një klinike veterinare. Bashkia aktualisht ka 2 streha, jemi në punë për krijimin e një strehe të tretë, për to gjithashtu edhe të klinikës të Mrifjell për trajtimin e kafshëve të strehës, por gjithashtu edhe trajtimin e kafshëve që ndodhen në ambientet e tyre në rrugë. Strehëza që do të ndërtohen në zonën e Rrencit do të ketë një kapacitet për 100 kafshë. Aktualisht kapaciteti është për rreth 200 kafshë, kemi rreth 190 i kemi në gjendje, do shtojmë një kapacitet për rreth 100 të tjera. Drejtori i bujqësisë Malaj bën të ditur se po punohet për sterilizimin, vaksinimin dhe matrikullimin e qenëve Ndacak. Çdo ditë stafi i bashkisë janë në terren duke u marrë me situatën e tyre, me trajtimin e qenëve. Çdo ditë ata kapen, trajtohen, ata që janë me probleme shëndetësore trajtohen, bëhet sterilizimi, vaksinimi i tyre, mikroçipim, matrikullim dhe pastaj në varësi të situatës dhe ciljes tyre ata kalojnë ose në streh ose në territoret e tyre të mëparshme. Ngritja e kësaj qendre ka si qëllim largimin e qenëve nga rruga dhe vendosjen e përhershme të tyre në këto strehëza që do funksionojë gjithashtu edhe si qendër veterinare.